E pranon se edhe në këto zgjedhje kanë pësuar disfat katastrofale, por kryetari i LSDM-s Venko Filipçe nuk e ka ndërmend të jap dorëheqje. Këtë arsyeton me atë që, siç thotë, në krye të partisë është për një kohë shumë të shkurtë. Jo, unë thash edhe herën e kaluar, unë jam kryetar për një kohë shumë të shkurtë, një vit e disa muaj. Vlerësoj se ajo që është bërë në parti periudhën e kaluar, pas kësaj disfate katastrofike, vjet u bë një konsolidim. Megjithatë, këtë zgjedhje janë një tregues shtesë nga i cili do të nxjerrim mesazhe dhe mësime për të ardhmen. Përgjegjësi nga vetja jo, por përgjegjësi nga partia do të kërkojë përmes ndryshimeve që, siç i paralajmëroi, do të jenë serioze kadrovike dhe ndryshime politike në parti. Ditët në vijim ai përmendjes se do të thirrë Komitetin Qendror dhe Ekzekutiv, por do të thirrë edhe Kongresin e partisë. Në LSDM ka nisur dorëheqjet e para. Kandidati për kryetar të komunës së Gjorgje Petrovit dhe njëherësh kryetar i organizatës komunale Kostadin Acevski u tërhoq nga funksioni dhe njëkohësisht kërkoi edhe dorëheqjen e gjithë udhëheqësisë së partisë. Podnesuvam neodpovikliva ostavka. Jep dorëheqje të parevokueshme nga funksioni kryetari i organizatës komunale si akt i përgjegjësisë objektive dhe morale për rezultatet e këqija në zgjedhjet lokale. Dorëheqje nga posti paraprakisht ka dhënë edhe nënkryetaria Ana Çupevska.